Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro sqaroi në interpelancë çështjen e licencimit të mësuesve, duke theksuar se provimi i shtetit është detyrim ligjor që prej vitit 2012 dhe bazohet në ligjet për profesionet e rregulluara dhe arsimin parauniversitar. Kumbaro shpreh se ky proces nuk synon largimin e mësuesve nga puna, por garantimin e standardeve profesionale dhe barazisë në ushtrimin e profesionit. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha inspektoi nga afër punimet për restaurimin e kishës së Profetit Ilia e dëmtuar nga zjarret e vitit të kaluar. Falpunës së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër po kryen ndërhyrje konservuese, që përfshin rindërtimin e çatisë tradicionale, konsolidimin e strukturës dhe restaurimin e elementeve arkitektonik. Në ditën ndërkombëtare të librit, nxënësit e gjimnazit Asim Zeneli zhvilluan një bashkëbizetim letrar me shkrimtarin Odisej Kote. Takimi u konceptua jo vetëm si njohje me veprën e autorit, por edhe si një shkëmbim përvojash mbi rolin dhe domosdoshmërinë e librit në formimin e të rinjve. Gjatë bashkëbizetimit, nxënësit ndanë pyetje dhe reflektime, ndërsa autori foli për rrugtimin e tij krijues dhe rëndësinë e leximit në shoqërinë e sotme. Në Tiranë u zhvillua një bashkëbizetim letrar i përqendruar në krijimtari ndër vitet të shkrimtarit Thanas Dino, duke mbledhur rreth tij figura të njohura të letërsisë, publicistikës dhe artit. Referuesit sollën këndvështrime të ndryshme analitike, duke ndërtuar një dialog të qëndrueshëm ku fjala ruajti peshën e saj dhe shmangu retorikën. Ju njohim tani më gjërësisht. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro sqaroi në interpelancë çështjen e licencimit të mësuesve, duke theksuar se provimi i shtetit është detyrim ligjor që prej vitit 2012 dhe bazohet në ligjet për profesionet e rregulluara dhe arsimin parauniversitar. Kumbaro shpreh se ky proces nuk synon largimin e mësuesve nga puna, por garantimin e standardeve profesionale dhe barazisë në ushtrimin e profesionit. Nga Kuvendi, Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro në interpelancën lidhur me licencimin e mësuesve sqaroi se ky nuk është një vendim i ri, duke cituar edhe bazën ligjore, referuar ligjit për profesionet e rregulluara të vitit 2011 dhe ligjet për arsimin parauniversitar të vitit 2012. Ministria Kumbaro sqaroi se udhëzimi i muajit shkurt 2025 për të cilin është thirrur interpelanca nuk bën asgjë tjetër përveç se rimerr referencën ligjore të ligjeve. Dhënia e provimit shtetit nuk është pengesë, por garanci, është instrument që vendos barazi për të gjithë ata që hyjnë në profesion, duke siguruar që çdo mësues të përmbush të njëjtat standarde profesionale, pavarësisht kohës apo mënyrës së hyrjes në sistem. Pavarësisht se të dyja këto ligje që përmenda janë të periudhës 2010-2012, janë ligje bazë, janë ligje që rregullojnë sot e kësaj dite jetën profesionale për profesionet e rregulluara që japin provimin e shtetit, ashtu sikurse edhe sistemin e arsimit parauniversitar. Janë ligje të propozuara në kohën e qeverisjes nga forca politike në këtë krah të sallës, por janë ligje të cilat kanë rregulluar, vazhdojnë të rregullojnë duke përmirësuar rregullat e tyre në këtë hapësirë, dhe të cilët të gjithë kemi detyrimin t'i zbatojmë. Prandaj, në këtë mënyrë ne mbrojmë jo vetëm integritetin e profesionit të mësuesit, por mbi të gjitha interesin e nxënësve dhe cilësinë e arsimit që ata marrin. Është e rëndësishme të qartësohet se ky proces nuk synon të krijojë pasiguri apo të penalizojë askënd, por të ndërtojë një sistem më të drejtë, më të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Dhe mbi të gjitha, dua ta them shumë qartë. Nuk preket askush dhe nuk lëvizet askush nga puna. Ju keni akoma kujtesën atyre që bënit me mësuesët, edhe prandaj shpifni dhe shpikni. Nuk preket asnjë mësues në pozicionin e vet, por po shoqërojmë me komunikim dhe trajnim ata pak mësues që ende nuk e kanë kryer këtë detyrim ligjor, sepse ata të vazhdojnë të japin mësim, sepse interesi më i madh është interesi i nxënësve kudo që janë, që të kenë një mësues, dhe një mësues me përvojë që jep mësim është shumë më i vlefshëm në një shkollë ku nuk ka mësues.
Në fund të fjalës së saj, Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro kërkoi që ligjet të kuptohen drejt si mekanizma që garantojnë drejtësi, transparencë dhe zhvillim profesional të vazhdueshëm. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha inspektoi nga afër punimet për restaurimin e kishës së Profetit Ilia e dëmtuar nga zjarret e vitit të kaluar. Falpunës së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër po kryen ndërhyrje konservuese që përfshin rindërtimin e çatisë tradicionale, konsolidimin e strukturës dhe restaurimin e elementeve arkitektonik. Në fshatin Lekël të Tepelenës vijon puna për restaurimin e kishës së Profetit Ilia, e dëmtuar nga zjarret e vitit të kaluar. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha vizitoi nga afër ecurinë e punimeve teksa theksoi se përmes kësaj ndërhyrje të rëndësishme synohet që ky monument kulture të rikthehet në gjendjen e tij origjinale duke ruajtur vlerat historike e arkitektonike. Nuk e lëm njëri tjetrin vetëm, nuk e lëm trashëgimin pasdore, nuk e lëm asnjë kishë të këtij niveli, nuk e lëm që të humbi shkëlqimin që ka patur. Investimi është në një projekt të rregullt që DRTK Gjirokastra, në këtë rast qarku Gjirokastër, po zbaton, megjithatë në rast se do kemi nevojë për të bërë diçka më shumë, ne do jemi prapë këtu, edhe mund të ndërhyjmë edhe më shumë. Kisha e Profetit Ilias është shpallur monument kulture për shkak të rëndësisë historike dhe arkitekturore. Kjo kishë është një nga objektet që u doq nga zjarret që përfshin jugun e vendit vitin e kaluar. Për restaurimin e kishës janë angazhuar specialistët e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Gjirokastër. Policia e Gjirokastrës ka zbardhur ngjarjen e 21 prillit në Memaliaj, ku pas një konflikti çasti mbeti i vrarë Endri Goxhaj dhe u plagos Dalin Nela. Sipas policisë janë arrestuar 3 persona, mes tyre i plagosuri, ndërsa 2 vëllezërit Nela, autorët e dyshuar të vrasjes, janë shpallur në kërkim për përfshirje në vrasje me dashje në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Është zbardhur ngjarja e rëndë ndodhur në Memaliaj mbrëmjen e 21 prillit, ku mbeti vrarë me armë zjarri një 30 vjeçar dhe një tjetër person u plagos. Policia ka vënë në pranga disa persona të përfshirë në ngjarje, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim dhe vijon puna për kapjen e tyre. Policia e Gjirokastrës në bashkëpunim me prokurorinë kanë zbardhur dinamikën e ngjarjes së rëndë të ndodhur mbrëmjen e 21 prillit në Memaliaj, ku një person humbi jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur. Sipas hetimeve, ngjarja ka nisur nga një konflikt i çastit mes disa personave. Gjatë përshkallësimit të sherrit, dyshohet se viktima, shtetasi Endrit Goxhaj, ka nxjerr armën e zjarrit dhe ka qelluar në drejtim të 25 vjeçarit Dalin Nela, duke plagosur këtë të fundit, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Në reagim, 2 vëllezërit e të plagosurit, Donaldo dhe Marialdo Nela, kanë hapur zjarr në drejtim të Goxhajt, i cili si pasojë e plagëve të marra ka humbur jetën gjatë transportit për në spital. Pas ngjarjes, autorët e dyshuar janë larguar nga vendi i ngjarjes me automjete dhe aktualisht janë në kërkim nga policia. Në kuadër të veprimeve hetimore, policia ka arrestuar shtetasit Dalin Nela, 25 vjeç, dhe Aldo Kalemi, 47 vjeç, të akuzuar për vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje të armëve. Gjithashtu është arrestuar edhe Ermal Mataj, 41 vjeç, për veprime që pengojnë zbardhjen e së vërtetës. Ndërkohë, janë proceduar penalisht në gjendje të lirë edhe shtetasit Julian Kalemi, 44 vjeç, për deklaratë të rreme dhe gëzim qëndraj, 49 vjeç për kanosje. Në vendngjarje janë sekuestruar prova të rëndësishme materiale, përfshirë armë zjarri, pistolet e gjetur me fishek në fole, një krahër me fishek dhe municion luftarak, 2 automjete, 2 motormjete si dhe 4 aparate celulare. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Gjirokastrës, ndërsa vijojnë kërkimet intensive për kapjen e 2 vëllezërve të shpallur në kërkim. Në Gjirokastër u zhvillua një aktivitet ndërgjegjësues mbi bullizmin në shkolla, një fenomen social që po kërkon vëmendje gjithnjë më të madhe. Në fokus ishte parandalimi i rasteve dhe forcimi i bashkëpunimit mes shkollës, familjes dhe komunitetit për të krijuar një mjedis më të sigurt dhe mbështetës për fëmijët.
Rritja e rasteve të bullizmit në shkolla, veçanërisht mes fëmijëve, mbetet një shqetësim serioz për shoqërinë. Për të adresuar këtë fenomen dhe për të rritur ndërgjegjësimin në komunitet, në Gjirokastër u organizua një aktivitet sensibilizues me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve vendore. Sipas specialistëve, bullizmi shfaqet në forma të ndryshme, duke filluar nga dhuna verbale dhe fizike deri te përjashtimi social. Rastet janë të njëpasnjëshme, prindrit, sidomos shkollat, psikologët, punonjësit social bëjnë referime pranesh dhe ne për t'i dhënë mbrojtjen dhe për mos të pasur cënimin e të drejtës së fëmijës, ne ju ofrojmë mbështetjen e dur nga të gjitha institucionet përkatëse. Nga ana tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile u ndalën te roli i komunitetit në krijimin e një mjedisi të sigurt për fëmijët. Është një problem shumë serioz për shkollat, për komunitetin, i cili nëpërmjet një programi aktivitetesh ne do të mundohemi ti afrohemi këtij problemi, ti trajtojmë me të gjithë fuqinë që kërkon ky si fenomen, sepse siç dihem bullizmi nis me diçka të thjeshtë të vogël dhe në fund përfundon me pasoja shumë të rrezikshme ndonjëherë. Ky është qëllimi im kryesor, që kemi një bashkëpunim ndër institucional me të gjithë këta faktorë që kanë ndikimin e tyre në parandalimin e këtij fenomeni. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të një qasje më të gjerë që lidhet me policimin në komunitet, duke synuar rritjen e sigurisë dhe mirëqenies së fëmijëve, si dhe ndërtimin e një klime më të shëndetshme për institucionet arsimore. Mbjellja e fidanëve të rinj është vënë në qendër të prioriteteve të Bashkisë Memalia, e cila gjatë kësaj periudhe ka nisur një aksion për shtimin e gjelbërimit në qytet dhe në njësitë administrative. Rreth 1000 pemë të reja janë mbjellë në hapësira publike, përgjatë rrugëve dhe në zonat të përzgjedhura, me synim për mirësimin e cilësisë së ajrit dhe krijimin e më shumë hapësirave të gjelbra për komunitetin. Bashkia Memalia gjatë kësaj periudhe ka ndërmarrë një sër ndërhyrjesh për pastrimin e bimësisë dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike në qytet. Krahas këtyre punimeve janë mbjellë edhe rreth 1000 pemë, duke synuar për mirësimin e mjedisit dhe rritjen e hapësirave të gjelbra për qytetarët. Mirëmbajtjen e hapësirave publike në qytet me gjelbërimin, me mbjelljen e pemëve, trëndafilave përgjatë shëtitores dhe bregut të lumit, me vazhduar me hapjen e gjurmës së shëtitores qytetit deri tek ura e madhe. Kemi mbjell gati 1000 pemë me trëndafila, oleandra dhe pemë të ndryshme. Sipas të dhënave, këto ndërhyrje nuk janë përqendruar vetëm në qytet, por janë shtrirë edhe në njësitë administrative. Dhe në njësitë administrative kemi mirëmbajtur varezat e fshatrave, në mirëmbajtjen e shkollave, pastrimin e barrave në çdo njësi dhe institucionet shtetërore dhe me mirëmbajtjen e rrugëve në fshatra. Në këtë mënyrë, Bashkia Memalia synon të krijojë një mjedis më të pastër dhe më të jetueshëm për banorët, ndërsa punimet pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim. Në ditën ndërkombëtare të librit, nxënësit e gjimnazit Asim Zeneli zhvilluan një bashkëbizetim letrar me shkrimtarin Odise Kote. Takimi u konceptua jo vetëm si njohje me veprën e autorit, por edhe si një shkëmbim përvojash mbi rolin dhe domosdoshmërinë e librit në formimin e të rinjve. Gjatë bashkëbizetimit, nxënësit ndanë pyetje dhe reflektime, ndërsa autori foli për rrugëtimin e tij krijues dhe rëndësinë e leximit në shoqërinë e sotme. Libri është një instrument i pazvendësueshëm i shpërndarjes së dijeve. Bota pa të do të ishte errësirë. Ky është mesazhi që përcolli sot shkrimtari gjirokastrit Odise Kote nga Gjimnazia Asim Zeneli, i ftuar në kuadër të ditës botërore të librit. Shumë e rëndësishme që ata të kenë informacionet e duhura dhe jo një ditë në vit, por ditë për ditë, sepse libri është një gjë e shenjtë. Si do të ishte bota pa libri? Sot për shembull diskutuam me maturantët që libri i parë në botë është Epi Gilgameshit, që në Mesopotami, gati 6000 vjet më parë, është gjetur një poem në argjil dhe në fund kishte emrin e një vajze, Ehudana. Mesopotamia bie kufiri i Irakut dhe pjesa lindore e Sirisë dhe afër me Iranin. Po aty sot bëhet luftë, aty kishim librin. Dhe Mesuria
ishte djepi i diturisë dhe i qytetërimit, pra e asaj zone. Ndërkohë, ne kemi epet e Gilgameshit, gati 2000 ca vjetë më parë. Ne kemi më pas, me shtypshkronjën Gutenberg në 1455, botimin e parë në letër. Natyrisht, kësa i paraprin papirusët e tjera, po botimi parë në letër është bërë nga shtypshkronja Gutenberg. Kemi në 1555 me sharin e Gjon Busukut. Parashiko se si ka hecur bota. Ka hecur përmes librit dhe ka gati 8000 vjetë që është shpikur libri, që është shpikur ajo që quhet kujtesa e njerëzimit. Nuk mund të jetoj bota pa kujtes. As njeriu nuk mund të jetoj pa kujtes. As një komb nuk mund të jetoj pa kujtes. Sot shtrohet me të drejt problemi i inteligjencës artificiale. Por inteligjenca artificiale është një shpikje e shkëlqyer e njerëzimit, por në funksion të njeriut. Jo të krijimit, sepse nëse bëhet në funksion të krijimit, ajo është një pateric me hile, një pateric që nesër do ta lejë në balt njeriu, do ta lejë në balt institucionin, shtetin e kështu me radhë. Dhe kjo është fuqia dhe vlera e librit. Duke ardhur tek letërsia, letërsia është ajo që i ka dhënë njerëzimit dijet, i ka dhënë njerëzimit eksperiencën, i ka dhënë njerëzimit historinë, i ka dhënë njerëzimit kulturën. Thash pak më parë që si do t'ishte bota pa librin, do t'ishte vetëm errësirë. Kështu që është shumë e rëndësishme që gjithë së bashku të bashkëbisedojmë me brezin e ri për t'i ndërgjegjësuar ata për fuqinë dhe rëndësinë e librit. Dhe unë besoj që libri do të jetojë dhe mira vjet tjera, rroft libri. Në qendër të bashkëbisedimit ishte romani Agonia, pjesë e krijimtarisë së pasur të shkrimtarit, ku të rinjtë të ndanë në pyetje dhe reflektime, ndërsa u ndalën edhe tek vendi që duhet të zërë libri në jetën e tyre. Duke qenë se sot është dita ndërkombëtare e librit dhe ky bashkëbisedimi sot me autorin Odise Koti ishte shumë i rëndësishëm për të shpalosur vetë vlerat e librit dhe rëndësinë që kanë në jetën e të rinjve. Ne kishim mundësinë që të bënim një bashkëbisedim me autorin Odise Koti, i cili ka shkruar librin Agonia, dhe duke qenë se ne patëm këtë mundësi, diskutuam edhe për vlerat e librit që ka të rinj dhe morëm mesazhin që të rinj duhet i kushtojnë më shumë rëndësi librave në kohën e tyre të lirë. Dashuria për librin, dashuria për letërsinë na ka mbledhur gjithmonë në këtë ditë të veçantë për ta festuar disi më ndryshe, por kjo nuk do të thotë që në vazhdimsi të gjithë procesit mësimor që prej shtatorit dhe deri në qershor, ne të mos i mëshojmë faktit të leximit të librave, dashurisë për librave, dashurisë për poezinë, dashurinë për letërsinë në përgjithësi. Ne jemi munduar her pas here që të ngrëmë zërin dhe të vështrojmë nga libri, nga biblioteka, nga librarit, të dhurojmë një libër, të blejmë një libër të ri dhurat për shokun, për shoqen, për veten, por kjo ditë na bën më të ndërgjegjshëm. Të takohemi për një libër, të takohemi me një shkrimtar të cilin e kemi fat që e kemi në qytetin ton, me Odise Koten, nxënësit të njohin nga afër krijimtarinë e tij, bot kuptimin e këtij poeti dhe këtij shkrimtari, dhe s'ka më mirë se sa ti drejtosh pyetjet autorit në mënyrë të drejtë për drejtë. Ideja e përkujtimit të ditës botërore të librit e ka origjinën e vet në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku atij që blinte një libër i dhurohej edhe një trëndafil. 23 prilli është shpallur si dita botërore e librit më 15 nëntor të vitit 1995 me një rezolut të UNESCO-s. Aktivitete në ditën botërore të librit u zhvilluan edhe në Bibliotekën Apostol Meksi, ku përfshin nxënës të shkollave të qytetit të Gjirokastrës. Dita botërore e librit u krijua për të inkurajuar fëmijët dhe të rinj për të lexuar jo si detyrim nga shkolla, por për argëtim. Biblioteka Apostol Meksi në Gjirokastër u shërben rreth 3300 anëtarëve të saj që janë të moshave dhe profesioneve të ndryshme. Burime nga ky institucion kulturor thonë se frekuentuesit më të rregullt janë nxënësit e shkollave, të cilët tërheqin botime të përfshira në programin mësimor, ndërsa kërkesa më e lartë mbetet për librin artistik.
Biblioteka jonë ka një numër të konsiderueshëm të frekuentimeve, kemi antarësime të reja gjatë gjithë kohës, biblioteka frekuentohet nga mosha të ndryshme dhe profesione të ndryshme, kryesisht antarësimet e reja janë nga gjimnazistët, kur preferojnë literaturë të huaj dhe për programet mësimore. Tërheqje kanë të gjitha zhanërat, por më i preferuar ngelet libri artistik. Vazhdimisht biblioteka pasurohet nga një fond nga bashkia. Këtë vit fondi është dyfishuar. Sot shënohet dita ndërkombëtare e librit dhe Biblioteka Apostol Meksi organizoi një aktivitet ku ndërthurën poezia, thënjet për rëndësinë e librit dhe jeta e vepra autorëve të ndryshëm, përcjell nga nxënës së shkollës Muhamet Gjollesha. Nxitja e zakonit të leximit të shenjë nga investimet e çmuara për të ardhmen, pasi një shoqëri që lexon është një shoqëri më e ndërgjegjshme dhe më e arsimuar. Kjo botë ndërisht e dashpër, kjo botë ndërisht pa prekje. Ka shumë fytyra të pashijeve e balada të fshehura në përpemë. Në procesin e krijimit artistik, marrin pjesë të gjitha shqisat, trimosh nga jeta e përditshme dhe trimosh nga ndjesitë tona. Një e dashur, e bukur ma sjell diellin. Ajo s'lejon të ma zudhen mërzdia. Në betejat më përvlimtare me jetën, arti më ndihmon të jem një i fituar. Të krijosh poezi pa përparse çasti. Të kryosh poezi nga më të nxehtat e kohës, duhet jesh eseist i vargut. 23 prilli është përcaktuar si dita e librit, pasi kjo datë lidhet me ndarjen nga jeta të Cervantesit, Shakespeare-it, por gjithashtu edhe me lindjen dhe vdekjen e shkrimtarëve të tjerë. Federata e Paqes Universale në bashkëpunim me Këshillin e Paqes Libov zhvilloi aktivitetin me temën "Nëse do paqen, përgatite atë", me pjesëmarrjen e përfaqësuesve rajonal dhe lokal. Ndërkohë, gjatë aktivitetit u promovua edhe libri Libova në penën time i profesor Besnik Ismailatit, një botim që sjell refleksione dhe rrëfenja mbi identitetin lokal. Federata e Paqes Universale në bashkëpunim me Këshillin e Paqes Libov organizoi një aktivitet me temën "Nëse e do paqen, përgatite atë", ku morën pjesë përfaqësues të zgjedhur nga këshillat rajonale dhe lokal. Aktiviteti synoi të nxjisë ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e ndërtimit të paqes në komunitet dhe forcimin e bashkëpunimit mes institucioneve dhe qytetarëve. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Federatës së Paqes Universale, mes tyre sekretari i përgjithshëm Gani Roshi dhe antari njëkohësisht kryetari i Komisionit të Ndërfetar Bujar Topçiu. Qëllimi është për të promovuar vlerat e paqes. Një nga qëllimet kryesore të Federatës së Paqes Universale është vlerësimi i individëve të cilët kanë dhënë kontribute gjatë gjithë jetës së tyre dhe vlerësimi i tyre me titullin ambasador për paqe. Është edhe titulli i veprimtarisë që organizohet sot. Nëse e do paqen, ndërtoje paqen. Dhe paqja fillon nga vetja. Një nga parimet kryesore të Federatës së Paqes dhe të ambasadorëve për paqes është të jetorit për hir të të tjerëve. Njerëzit kanë vlera të jashtëzakonshme si individ. Megjithatë, ne përpiqemi që të shohim mangësitë dhe gabimet tek të tjerët pa kuptuar vlerat që ato kanë. Edhe ky është unë mendoj që ky është një nga gabimet kryesore që më të mëdha që ne bëjmë, që ne nuk njohim vlerën e vetes tonë. Nëse njerëzit nuk e kuptojnë se sa të çmuar janë si individ, se sa të rëndësishëm janë ato si individ, do ta kesh të vështirë që të shohësh vlerë tek një person tjetër. Dhe kjo është një nga qëllimet tona përmes këtyre veprimtarive për të inkurajuar njerëzit që vërtet kuptojnë se sa të çmuar janë dhe e dyta lidhet me familjen. Ne vim nga një familje dhe njerëzit më të shtrenjtë kemi aty. Është një aktivitet që zhvillohet në bashkëpunim Këshilli i Paqes Libov me Këshillin e Bashkisë Libov me temë "Nëse do paqen, përgatite paqen". Është një thënie që ka të bëjë, është aktuale, jo vetëm për Shqipërinë, por për mbar botën. Prandaj ne zhvillojmë këtë aktivitet të përbashkët në mënyrë që të sensibilizojmë të gjithë masën që të punojmë për paqen sot, që të mos kemi luftë nesër, të jetojmë të gjithë në harmoni me paqen. Në kuadër të këtij aktiviteti dhe të ditës ndërkombëtare të librit u promovua edhe libri më i ri i profesor Besnik Ismailatit me titull Libova në penën time. Ky botim përmbledh refleksione, thënie, rrëfenja dhe poezi, duke sjellë një pasqyrë të pasur të jetës dhe identitetit lokal.
Edhe sot në kuadër të ditës ndërkombëtare të librit, edhe zoti Ismailati promovon librin e tij, i cili është edhe kryetari i Këshillit të Paqes këtu, dhe qëllimi është për të promovuar vlerat më të mira. Ne jetojmë në një kohë të vështirë ku paqja duhet të jetë kryefjalë e gjitha diskutimeve, dhe Federata e Paqes me rrjetin e saj të ambasadorëve për paqe përpiqet pikërisht të përcjell këtë lloj mesazhi në këtë ditë. Në këtë aktivitet unë do të promovoj dhe librin tim të ri, Libova në penën time, i cili është një libër që i kushtohet totalisht vendlidhjes time Libova, krahas shumë librave të tjerë, por ky nuk është i fundit sepse puna vazhdon akoma. Libova meriton shumë e më shumë, duhet të punojmë tërë nga pak në mënyrë që të nxjerrim dhe të vëmë në pak vlerat e mëdha që ka Libova. Në përmbyllje të aktivitetit u shpërndan certifikata për ambasadorët e rinj të paqes në Bashkinë e Libohovës, si një vlerësim për kontributin e tyre në shoqëri. Në Tiranë u zhvillua një bashkëbisedim letrar i përqendruar në krijimtarinë ndër vitet të shkrimtarit Thanas Dino, duke mbledhur rreth tij figura të njohura të letërsisë, publicistikës dhe artit. Rrafyesit sollën këndvështrime të ndryshme analitike, duke ndërtuar një dialog të qëndrueshëm ku fjala ruajti peshën e saj dhe shmangu retorikën. Në Tiranë u zhvillua një bashkëbisedim letrar mbi veprën e Thanas Dinos ndër vite, me pjesëmarrjen e figurave të njohura nga fusha e letërsisë, publicistikës dhe artit. Takimi u dallua për nivelin e diskutimit dhe për mënyrën e përqendruar, si u trajtua vepra larg formulave të zakonshme dhe vlerësimeve të përgjithshme. Nuk di nëse ishte Thanasi, ai që zgjodhi i pari të shkruante në dialekt, dhe këtë e bëri thjesht si zgjedhje gjysore, si një zgjedhje estetike me prokurore, nëse doli dhe paksa morale, ndaj botës njerëzore që rrethonte ata. Apo ishte folura e Krajinës që zgjodhi Thanasin. Pak rëndësi ka, përderisa ka më shumë se gjysmë shekulli që ecën në këtë rrugë, është e sigurt se ai e dinte mirë ku e çonte kjo. Pra njëjtë edhe risket që ka kjo. Nënvizoje një fakt tjetër në shkrimet e Thanasit, raportet mes kohës, hapësirës dhe njeriut. Nësë raporte ato në Bibliotekën e Jugut, koha ose kohrat, ti sjellin bashkë Thanas nga shkuara të tashmen, ose si shto diku poresi në çastin, që mi e kthehen në të shkuarën. Është një botë ku njeriu nuk është kur autori vetëm në biografisë të tij. Ai është gjithmonë një përfshirje në një marrëdhënie të tensionuar me sytë të tjerëve, me atë kohë të pashkruar që peshon më shumë se çdo ligj i shpallur. Ndërhyrjet sollën këndvështrime të ndryshme duke krijuar një dialog të qëndrueshëm dhe të matur, ku fjala ruajti peshën e saj pa rënë në retorik. Prania e emrave të rëndësishëm i dha bashkëbisedimit seriozitet, ndërsa organizimi krijoi një hapësirë të hapur komunikimi. Me qënë se ishim të miqësia dhe pa hyrende në botën e madhe të letërsisë të Thanasit, do të shtoja vetëm diçka. Thanas Dinon e njeh në rini dhe ai mbetet mik për gjithë jetën. Edhe sikur të takohesh rrallë me të, siç na ka ndodhur edhe neve, apo jo. Kështu je ti gjithnjë dhe kështu je edhe për letërsinë, nuk e braktis kurrë. Ne si Gjirokastri duhet ta falenderojmë në mënyrë të veçantë Thanasin, së bashku me Janin e botuesin e tij, me Katerinën që ka qëndruar në krah, e mbi të gjitha pastaj me miqësinë që ka pasur me të madhin Kadaret, që na i ka prur gjithkund në Gjirokastër. Nuk njoh një autor tjetër në hapësirën e 30-40 viteve të fundit që ketë krijuar një antologji të tillë personazhesh, krahinash, fshatrash dhe entitetesh të veçanta të kategorive sociale të shoqërisë sonë, kryesisht jo vetëm në periudhën e tranzicionit, por në mënyrë të veçantë në habitatin tonë ku jetojnë në diversitetin e tyre shumë kategori sociale dhe njerëzore. Misioni i zërit të si për mua dhe për të gjithë, për shumicën tonë, është dhënia e vendit dhe kohës së ndë. Ne jemi përpjekur të japim atë jetën kombëtare shqiptare, aq sa kemi mundur secili. Veçanërisht ne që jemi një brez që ka parë dy regjimet, jo çdo brezi i bie të shohë dy regjimet. Ajo që mbeti ishte ndjesia një takimi të ndërtuar me kujdes, ku vëmendja ndaj veprës dhe cilësia e diskutimit u vendosën në qendër.
Ishim në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.